Marrëveshja që kemi sot përpara në thelb nuk është thjesht një akt formal miratimi, por një hap konkret drejt rritjes efikasitetit, transparencës dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Por ajo që dua të theksoj veçanërisht sot është rëndësia që ky program ka për qytetin e Shkodrës dhe komplet rajonin e Veriut. Përmes programit IPA 3, Mali Zi Shqipëri 2021-2027, hapen mundësi reale për zhvillimin e projekteve me vlerë totale 13.8 milion euro për të dy vendet, Shqipërinë dhe Malin e Zi, të cilat ndikojnë drejt për drejt në ekonominë lokale. Në Shqipëri, zonat përfituese përfshin qarkun Shkodër, nga të cilat Bashkia Shkodër, Malësi e Madhe, Vaudhenj, Spuk dhe Fuçars, në qarkun Lezhë, Mirdit dhe Kurbin, si dhe Bashkia Tropoj. Nga ana e Malit Zi përfshihen 4 bashki, nga të cilat bashki me komunitete shqiptare, Plav, Guci, Tuz, Ulqin dhe Tivar. Nëpërmjet kësaj marrëveshje forcohen më tej marrëdhëniet dhe bashkëpunimi turistik dhe ekonomik të komplet trojeve shqipfolse në rajon. Prioritetet kryesore të programit në përputhje me kërkesat dhe standardet europiane përfshin mbrojtjen e mjedisit, adresimin e ndryshimeve klimatike, menaxhimin e rreziqeve dhe zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm të lidhur me trashëgiminë natyrore dhe kulturore. Rritja e ndjeshme e numrit të vizitorëve në zonën e Shkodrës kërkon paralelisht edhe rritje me investimet në një turizëm të qëndrueshëm, në mbrojtjen e mjedisit dhe në promovimin e trashëgimisë kulturore. Këto nuk janë thjesht objektiva në letër, ato janë një mundësi konkrete për punësim, për zhvillim ekonomik dhe për rritjen e cilësisë jetesës. Shqipëria e Veriut me pasuritë e saj natyrore të jashtëzakonshme, Alpet shqiptare, Liçeni i Shkodrës, zonat e mbrojtura, deti Adriatik, traditën kulinare të fshatrave të Lezhës, përbën një potencial shumë të madh për t'u kthyer në një nga destinacionet kryesore turistike në rajon. Pikërisht ky program i jep një shtys të fortë këtij vizioni. Po ashtu, edhe bashkëpunimi me Malin e Zi nuk është vetëm një çështje financimi, është një model bashkëpunimi rajonal në mënyrë për të ndërtuar me besim dhe për të shkëmbyer përvoja dhe për të gjithë avancuar së bashku si një rajon drejt integrimit evropian. Ne kemi përgjegjësinë që këto fondet i përdorim me efikasitet, transparencë dhe vizion afatgjat, sepse çdo projekt i realizuar në zonën e Shkodrës, në Veriun, në Lezhë dhe në Tropoj është një hap përpara për të gjithë Shqipërinë. Në fund dua të theksoj se miratimi i kësaj marrëveshje nuk është vetëm një detyrim institucional, por një mundësi për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm të një prej zonave më të rëndësishme të vendit tonë. Faleminderit.